Princip jemi të interesuar pra me u dhënë betimi, me fillu seanca. Deri tani pengesh ka dalë që bash ligjit të ri që ka bërë qeveria, që ka bërë Kurri, ai duhet me dhënë ndërheqje para dhënies betimit, në fakt para certifikimit rezultatit. Ata që janë një është më të mirë procedurat, të vërtetë nuk jam unë eksperti më i mirë, na kanë sugjeruar që mos me votu, se ne bojmë shkelje të ligjit, nëse votojmë raportin për korumin ose për prezencën, që është me shkelje ligjore, pra nuk kanë dhënë ndërheqje të plotë kryeministri edhe ministrat. Do ta shqyrtoj tani prapë me kolegë deputet edhe me parti tjera, po Aleanca nuk do ndahet, do të votojmë bashkë si opozitë. A keni pas në komunikim me zotin Limaj? Jo, më ka përshëndet atje një ditë në Prafa, po jo, s'kem pas komunikim, më ka përshëndet. Ura? Është përgjigje detës që keni dërguar? Unë i ka shkruar në telefon, SMS, ashtu tematik, nuk kam marrë përgjigje, s'po di çka më thonë më shumë. A keni informacione, ka ndonjë marrëveshje zyrtare mes nismës edhe lëvizjeve vendose? Përveç nuk e di tash të shumë, po përflitet tjera. Ajo që ne ju themi gjithë deputetëve, pra, jo vetëm nismës, po gjithë deputetëve që ndryshimi është i domosdoshëm për Kosovë, ata që ndihmojnë ndryshimin, kuptohet, i mbajnë edhe përgjegjësitë për ndryshim. Në këtë rast edhe deputetëve të komuniteteve, jo sheheve, i ftohen na bashkohen. Ata që ndihmojnë vazhdimin, i mbajnë përgjegjësitë po ashtu. Jemi të hapur për këtë deputet të komuniteteve që s'kan grup, që të na bashkohen, me qenë që edhe ne ashtu na mungon një deputet në grup, po jemi të hapur për ademin edhe për tjerë nëse ka. Po duket po, kemi filluar një marrëdhënie të përbashkët, ai e konfirmon vetë, po ne jemi të hapur, edhe për të edhe për tjerë, nëse ata s'kan grup e ne na mungojnë deputet, janë në mesharën. Shumë të